Nëpërmjet këtij konkursi, ku janë të ekspozuara mbi 20 projekte nga arkitekt vendore ndërkombëtar, do të synohet të transformohet bërthama e qytetit pra pjesa e qytetit rreth lumit Krena. Vitin e kaluar, Komuna e Gjakovës hyri në procesin e konkursit ndërkombëtar Europan Kosova me lumin Krena, tha e para e Gjakovës. Ideja është e zhvillimit pjesës prej urës Islambegu deri te ura Namazgjahut. Është bërë dhe prezentimi në konferencë evropiane dhe tash jemi këtu me 23 punime të dorëzuara nga arkitektë të ndryshëm evropian, të cilët kanë prezantuar idetë e tyre për zhvillimin e kësaj pjese të lumit Krena, do të dy anëve të lumit Krena, pjesës së vjetër dhe pjesës së re të qytetit. Ashtu si në qendra të rëndësishme evropiane, edhe në komunën e Gjakovës, lumi Krena duhet të jetë qendra kryesore e aktiviteteve të Gjakovës, u shpreh Kusari Lila. Çka presim ne si komunë është që të identifikohen pikat, me njëherë të bëhet një plan i zhvillimit dhe të filloj me pjesë të zhvillimit të këtij plani shumë të rëndësishëm për komunën tonë, për funksionalizimin e pjesës së lumit që është zemra e qytetit dhe që fare nuk përdoret për aktivitete të ndryshme, qoftë kulturore, sportive, ekonomike të ndryshme, ku në shumicën e vendeve apo qyteteve evropiane lumi është qendra e zhvillimit të aktivitetit tek ne, nuk e ka pas këtë funksion dhe synojmë që ta ndrojmë në një farë formë dhe bioritmin e jetës shoqërore përgjithsisht rreth lumit Krena për qytetin e vjetër dhe qytetin e ri të Gjakovës. Juria përbërë nga vendorë dhe ndërkombëtar gjatë këtyre ditëve është marrë me vlerësimin e projekteve për lumin Krena. Sot jemi mbledhur këtu për me fillu sesionin parë të jurisë, i cili zhvillohet domethënë me juri ndërkombëtare dhe lokale, ku pjesëmarrësit janë domethënë edhe nga komuna e Gjakovës. Prej 23 projekteve të cilat i kemi pranu prej konkurrentëve prej shumë vendeve të Evropës, kemi bërë seleksionimin e tyne, domethënë diku rreth 15-20% projekteve seleksionohen për raundin e dytë të jurisë, i cili do të mbahet në Bratislavë dhe Vjenë në nëntor të këtij viti, ku edhe aty do të shpallet edhe projekti fitues me të cilin mandej komuna do të fillon fazat e mëdhutjeshme për diskutimet rreth implementimit. Bernd Fly, sekretar gjenerali i Europan Austria, vlerëson lumin Krena dhe hapësirat përreth saj si mundësi për hapjen e një perspektive të re për qytetin e Gjakovës. My role is to be the international mediator. Roli im këtu është të jem ndërmjetësues ndërkombëtar për lidhjen e çështjeve dhe temave lokale me ato europiane, po ashtu lokale. Mendoj se projekti i rregullimit të lumit Krena është i rëndësishëm sepse hap një perspektivë të re për qytetin. Tani ne pam që lumi Krena është më shumë një çështje infrastrukturore me ujë të ndotur, i cili nuk është i inkuadruar as në hapësirat publike, po as në jetën e qytetarëve. Dhe ne këtu shohim se sa potencial të madh ka për qytetin. Projektet këtu i janë qasur kësaj pjese të qytetit në mënyrë interesante. Në këtë pjesë mund t'i bashkangjiten po ashtu aktivitetet si sportive, kulturore, arsimore e të tjera. Kryetaria Mimoza Kusari Lila pohoi se kjo nismë ka qenë ide dhe iniciative domosdoshme e zgjidhjeve urbanistike të pjesës së vjetër si dhe pjesës së re të qytetit.